Banorët ishin mbledhur rreth njëri tjetrit në një atmosferë të qetë dhe miqësore, ku batutat shkonin e vinin natyrshëm dhe të qeshurat krijonin një ndjesi afrimiteti mes tyre. Ishte nga ato momente kur njerëzit ndihen rehat, ulen pa filtra dhe ndajnë histori personale, herë me humor e herë me sinqeritet. Secili shtonte diçka, një kujtim, një shaka, një situatë të vogël nga jeta e vet. Në një moment, Labi mori fjalën dhe vendosi të tregonte një histori nga rinia e tij, një kujtim që i kishte mbetur thellë në mendje dhe që sot, pas shumë vitesh, e rrëfente me një buzëqeshje të lehtë dhe pak siklet. Ai nisi duke treguar se si një ditë, kur ishte ende i ri dhe po kthehej nga shkolla, asgjë nuk i dukej e pazakon. Ishte një ditë normale, si shumë të tjera, kur mbërriti në shtëpi, vuri re se dera ishte e hapur. Në fillim nuk i dha rëndësi, duke menduar se ndoshta prindërit kishin dalë dhe ishin kthyer me nxitim. Me çantën ende në krah, hyri brenda pa bërë zhurmë, siç bënte shpesh. Por kur ju afrua dhomës së gjumit, kuptoi se kishte hyrë pa dashje në një moment shumë privat të prindërve të tij. Labi tregoi se reagimi i tij ishte i menjëhershëm dhe instinktiv. Pa bërë zë, pa dashur të prishte qetësinë apo të krijonte siklet, ai e mbylli derën ngadalë dhe u largua, duke u përpjekur të sillej sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Prindërit nuk e vunë re fare praninë e tij, dhe kjo e bëri situatën edhe më të çuditshme për të në atë moshë. Teksa e tregonte historinë, banorët fillimisht u habitën, e më pas shpërthyen në të qeshura të lehta. Jo nga tallja, por nga fakti se pothuajse të gjithë mund ta kuptonin sa e sikletshme dhe njëkohësisht njerëzore ishte ajo situatë. Disa tundnin kokën, të tjerë shtonin se histori të tilla janë pjesë e jetës dhe se ndodhin më shpesh nga sa pranohet. Labi e mbylli rrëfimin me humor, duke thënë se ajo ditë i mësoi më shumë për privatësinë dhe respektin se sa shumë këshilla të tjera. Historia e tij e thjeshtë, e treguar pa dramatizim, krijoi një më